Bereqeti i kohës. Nëse ka një gjë për të cilën ankohet e çdo njeri në epokën tonë, ajo është koha. Nuk kam kohë, dita po fluturon, java po ikën si një ditë e vetme. Ne kemi makina që ecin më shpejt, aeroplan që lidhin kontinentet për pak orë, pajisje shtëpiake që kryen punët tona në sekonda dhe telefona që na kursin ditët të radhëtimi. Teorikisht, ne duhet të kishim më shumë kohë të lirë se çdo gjenerat tjetër në histori. Por e vërteta është krejtësisht ndryshe. Ndihemi më të nxituar, më të stresuar dhe më të pafuqishëm përballë kohës që na ikën midis gishtave si rëra. Pse ndodh kjo? Ku shkoi koha jon? Përgjigjja nuk fshihet te numri orëve në dispozicion, por te një koncept shpirtëror që e kemi harruar. Bereqeti i kohës. Ajo dritë e padukshme që bën që pak minuta të prodhojnë suksese të mëdha dhe pa të cilën ditët tona shndërrohen në një vrapim të zbrazët të drejta zgjës. Në Kuranin e Madhërisëm, Allahu, krijuesi i kohës dhe i hapësirës, na tregon rëndësinë e jashtëzakonshme të këtij tesari. Aq e shenjtë është koha, sa që Zoti i gjithësisë betohet në pjesë të ndryshme të saj në fillim të shumë sureve. Betohem në kohën, sure El Asr 1. Betohem në paraditen, Duhaja, sure E Duha 1. Betohem në natën, kur ajo mbulon me errësirë, sure E Leil 1. Pse betohet Zoti në kohë? Sepse koha është vetjeta jonë. Ajo është kapitali i vetëm që na jepet falas apo lindim dhe që nuk mund ta blejmë apo ta kthejmë mbrapa sapo të shpenzohet. Në Kur'an, bereqeti i kohës nuk përkufizohet si një zgjatje fizike e orëve, por si efikasitet shpirtëror. Kur Zoti i jep bereqet kohës tënde, ai të mundson që brenda një jete të shkurtër të kryesh vepra që peshojnë sa shekuj të tërë. Mendoni për natën e Kadrit. Allahu thotë në Kur'an: "Nata e Kadrit është më mirë se 1000 muaj." Sure El Kadr 3. Kjo është kryevepra e bereqetit të kohës. Një natë vetme, rreth 8 ose 10 orë fizike, me lejen e Zotit, shndërrohet në vlerën e mbi 83 viteve adhurim. Ky është përkufizimi hynor i bereqetit, pa kohë me vlerë të pafundme. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, na ka lënë çelësat praktik se si ta thërrasim këtë bereqet në jetën tonë të përditshme. Ai e dinte se njerëzimi do të binte prej neglizhencës. Profeti alayhis salam ka thënë: "Ka dy mirësi në të cilat shumë njerëz janë të humbur, nuk ua din vlerën, shëndeti dhe koha e lirë." Për ta kthyer bereqetin në kohën tonë, Profeti alayhis salam bëri një lutje të veçantë për të gjithë ne. Ai u lut: "O Allah, bëje të bekuar, jepu bereqet për umetin tim në orët e hershme të mëngjesit." Kjo është një formulë e artë shpirtërore dhe shkencore. Bereqeti i ditës vendoset në agim. Kur pjesa tjetër e botës fle, njeriu që ngrihet herët, falet, planifikon dhe fillon punën e tij në ato orë të bekuara, e ndjen se si koha i zgjatet, mendja i ndriçohet dhe punët i kryhen me lehtësi të jashtëzakonshme. Duke fjetur pas sabahut, ne pa vetë dije refuzojmë pjesën më të madhe të bereqetit që Zoti zbret në tokë çdo ditë. Në fjalorin shpirtëror, bereqet do të thotë shtim, rritje dhe qëndrueshmëri e të mirës. Kur flasim për kohën, bereqeti do të thotë të bësh shumë punë në pak kohë, të mësosh dhe të kuptosh shpejt atë që të tjerëve u merr muaj të tërë, të kesh paqe në shpirt dhe të mos ndjesh anktin e kohës që të ikën, të lësh pas një trashëgimi që vazhdon të sjellë dobi edhe pasi ti të kesh ndërruar jetë. Historia jonë është plot me shembuj njerëzish që patën këtë dhuratë. Dietar të mëdhenj si Imam El Nevaviu apo Imam El Tabariu jetuan jetë relativisht të shkurtra, rreth 40 apo 60 vite, por ata lën pasaj shumë libra dhe vepra madhore, saqë po të llogaritet shkrimi i tyre fizikisht, i bie të kenë shkruar 10 faqe çdo ditë e jetës së tyre që nga dita që lindën. Si ishte e mundur kjo? Përgjigjja është e thjeshtë. Koha e tyre ishte e bekuar. Ata nuk kishin 30 orë në ditë, por kishin të njëjtat 24 orë që kemi edhe ne sot. Dallimi ishte se orët e tyre ishin të mbushura me sinqeritet dhe lidhje të fortë me krijuesin. Nëse dëshiron që dita jote të mos fluturoj pas një vlerë, ekzistojnë disa hapa praktik që na i mëson feja dhe përvoja njerëzore. 1. Rregullo namazin tënd. Namazi nuk të merr kohë, ai të rregullon kohën. Njeriu që ndërton ditën e tij rreth 5 kohëve të namazit e ndjen se si punët e tjera marrin një rrjedh të përsosur dhe të qetë. 2. Lidhu me Kuranin. Leximi i qoftë edhe një faqe e Kuran në mëngjes sjell një dritë dhe një bereqet që të shoqëron gjatë gjithë ditës. 3. Mbaj lidhjet familjare. Profeti alayhis salam na ka mësuar se kush dëshiron të shtohet risku dhe të zgjatet jeta, të shtohet bereqeti në kohë, le të mbaj lidhjet parafisnore, veçanërisht me prindrit. 4. Luftosh për ndarjen e vëmendjes. Sot
Hajdutët më të mëdhenj të kohës janë rrjetet sociale. Ne kalojmë orë të tëra duke parë jetët e të tjerëve, ndërsa jeta jonë kalon pa u vënë re. Në çdo sekondë që kalon, ne po shpenzojmë veten tonë. Prandaj bëhu i zgjuar dhe mos e shit lirë kapitalin tënd më të shtrenjtë. Një ditë, koha jonë fizike në këtë botë do të përfundojë. Akrepat e orës son personale do të ndalojnë dhe ne do të dalim përpara atij që na e dhuroi këtë kohë. Atë ditë, pyetja më e madhe nuk do të jetë se sa vite jetuam, por se si i shpenzuam ato. Profeti Alehi Selam na ka paralajmëruar. Këmbët e njeriut nuk do të lëvizin ditën e gjykimit derisa të pyetet për 4 gjëra: për jetën e tij si e kaloi dhe për rinin e tij si e shpenzoi. Koha është një dëshmitar i heshtur. Çdo ditë që lindi na thot: "O biri i Ademit, unë jam një ditë e re dhe jam dëshmitar për veprat e tua. Prandaj më shfrytëzo, sepse unë nuk kthehem më deri në ditën e gjykimit. Mos lejo që ditët e tua të jenë thjesht numra në kalendar. Mbushi ato me përmendjen e Zotit, me dashuri për njerëzit, me punë të mira dhe me buzëqeshje. Riktheje bereqetin në kohën tënde, duke lidhur me atë që është i përjetshëm. O Allah, na jep bereqet në kohën tonë, në jetën tonë dhe në veprat tona. Mos na bëj prej atyre që e kuptojnë vlerën e kohës vetëm kur ajo ka mbaruar. Na mundsoj që çdo sekondë të jetës sonë ta përdorim në atë që ti je i kënaqur me ne dhe na shpërble me përjetësinë e bukur të xhenetit tënd."